Dashi, sot energjia juaj do të jetë në rritje dhe do të ndjeni një shtys të fortë për të përmbushur detyrimet tuaja. Në aspektin e dashurisë mund të hasni momente të këndshme me partnerin duke forcuar lidhjen tuaj. Nëse jeni vetëm, është një ditë e mirë për të bërë njojë të reja. Në punë do të keni mundësi të shkëlqyera për të treguar aftësitë tuaja, por duhet të jeni të kujdesshëm me detajet. Financat janë në një fazë të qëndrueshme, por shmangni shpenzimet e tepruara. Gjendja emocionale do të jetë e qetë, por është e rëndësishme të mbani një qëndrim pozitiv. Merrni kohë për të relaksuar dhe për të reflektuar mbi arritjet tuaja. Kujdesuni për veten dhe shëndetin tuaj mendor. Demi, sot mund të ndjeni më të ndjeshëm se zakonisht, ndaj përpiquni të mos e lejoni këtë të ndikojë tek vendimet tuaja. Në punë mund të përballeni me disa sfida që kërkojnë durim dhe qetësi. Mos u shqetësoni, pasi zgjidhja do të vijë në kohën e duhur. Në aspektin financiar, është e rëndësishme të shmangni shpenzimet e panevojshme. Mbani një sy mbi buxhetin tuaj dhe planifikoni me kujdes. Në dashuri, biseda e hapur dhe e sinqertë me partnerin do të jetë qelësi për të zgjidhur çdo keqkuptim. Për ata që janë vetëm, një takim i papritur mund të sjellë emocione pozitive. Kujdesuni për veten dhe mos harroni të merrni kohë për të relaksuar. Binjakët, ditën e sotme, energjitë kozmike do të ndikojnë në marrëdhëniet tuaja personale. Mund të përballeni me disa sfida në dashuri, por një qasje e hapur dhe e sinqertë do të ndihmojë në zgjidhjen e tyre. Në punë, përgatituni për mundësi të reja që kërkojnë vendosmëri dhe fokus. Financat tuaja mund të kërkojnë pak më shumë vëmendje, prandaj shmangni shpenzimet e panevojshme dhe bëni një plan të mirë për menaxhimin e tyre. Emocionalisht mund të ndiheni pak të ngarkuar, por marrja e kohës për veten do të ndihmojë në rivendosjen e ekuilibrit. Praktikimi i meditimit ose një shëtitje në natyrë do të jetë i dobishëm për ju. Kujdesuni për shëndetin tuaj mendor duke ruajtur një rutinë të qëndrueshme. Daforia. Ditën e sotme do të ndiheni të motivuar për të bërë përparime në jetën tuaj profesionale. Mund të përballeni me sfida në punë, por përkushtimi juaj do t'ju ndihmojë të kapërceni çdo pengesë. Në aspektin financiar, është momenti i duhur për të rishikuar buxhetin dhe për të bërë plane të reja për kursimet. Sa i përket dashurisë, komunikimi do të luajë një rol kyç në marrëdhëniet tuaja. Partneri juaj mund të kërkojë më shumë vëmendje, ndaj tregoni kujdes dhe dëgjoni me durim. Gjendja emocionale do të jetë e qëndrueshme, por mos harroni të gjeni kohë për veten tuaj. Aktivitetet që ju relaksojnë do të jenë të dobishme për mirëqenien tuaj të përgjithshme. Kujdesuni për shëndetin dhe mos e neglizhoni pushimin. Luani. Sot mund të ndiheni të tërhequr nga çështjet financiare. Është kohë e duhur për të rishikuar buxhetin dhe për të bërë ndryshime që mund të përmirësojnë situatën tuaj ekonomike. Në punë mund të hasni sfida, por me përkushtim dhe vëmendje do të dilni me sukses. Në dashuri, mbani hapur komunikimin me partnerin për të shmangur keqkuptimet. Nëse jeni beqar, mos nxitoni në vendime të rëndësishme. Emocionalisht mund të ndiheni paksa të lodhur, prandaj gjeni kohë për pushim dhe relaks. Aktivitetet fizike mund të ndihmojnë në përmirësimin e humorit tuaj. Kujdesuni për veten dhe mos harroni se çdo situatë ka një zgjidhje. Dita ofron mundësi për rritje personale dhe profesionale. Virgjëresha. Dita e sotme do të sjellë qartësi në marrëdhënie personale. Është koha e duhur për të shprehur ndjenjat dhe për të bërë plane për të ardhmen. Në punë mund të hasni disa sfida, por durimi dhe këmbëngulja do t'ju ndihmojnë të kaloni çdo pengesë. Financat do të kërkojnë vëmendje të veçantë, prandaj është e rëndësishme të bëni një plan të mirë menaxhuar për shpenzimet. Do të ndiheni emocionalisht të ngarkuar, por meditimi ose një shëtitje në natyrë mund të ndihmojnë për të rigjetur qetësinë. Mos harroni të kujdeseni për veten dhe të dëgjoni nevojat tuaja. Një moment reflektimi do t'ju ndihmojë të gjeni zgjidhjet e duhura për çdo dilemë që mund t'ju shfaqet. Beshoria. Sot është një ditë e mirë për të reflektuar mbi marrëdhëniet personale. Ndërsa emocionet mund të jenë të larta, është e rëndësishme të qëndroni të qetë dhe të mos merrni vendime të nxituara. Në punë mund të përballeni me disa sfida, por qëndroni të fokusuar dhe do të gjeni zgjidhje kreative. Financat duket se janë të qëndrueshme, por shmangni shpenzimet e panevojshme për të ruajtur ekuilibrin. Ndjenja e lodhjes mund të jetë prezente, prandaj mos harroni të merrni kohë për veten dhe të relaksoheni. Një shëtitje e shkurtër në natyrë mund t'ju ndihmojë të rigjeni energjinë e humbur. Kujdesuni për veten dhe mos e neglizhoni mirëqenien tuaj fizike dhe mendore. Akripi. Sot mund të ndjeni nevojën për të reflektuar mbi marrëdhëniet tuaja personale. Një bisedë e thellë me një mik ose partner mund të sjellë qartësi dhe mirëkuptim.
Në punë mund të përballeni me një sfidë që kërkon përqendrim dhe durim. Mos u nxitoni për të marrë vendime të rëndësishme financiare, pasi sot nuk është dita më e mirë për rreziqe të mëdha. Merrni kohë për të organizuar buxhetin tuaj dhe për të planifikuar shpenzimet. Emocionalisht mund të ndiheni pak të mbingarkuar, por një shëtitje në natyrë ose një aktivitet relaksues mund t'ju ndihmojë të gjeni paqen e brendshme. Kujdesuni për veten dhe mos harroni se ndonjëherë është e nevojshme të bëni një hak pas për të parë situatën më qartë. Shigjëtari, sot mund të ndjeni nevojën për të rishikuar disa vendime të mëparshme në lidhje me jetën tuaj sentimentale. Është një ditë e mirë për të folur hapur dhe për të zgjidhur keqkuptimet. Në punë mund të hasni sfida të vogla, por me fokus dhe përkushtim do t'i kaloni me sukses. Financat kërkojnë vëmendje, prandaj shmangni shpenzimet e panevojshme dhe planifikoni me kujdes. Gjendja emocionale mund t'ju ndihmojë të gjeni qetësinë e brendshme. Mos harroni të merrni kohë për veten dhe të relaksoheni me aktivitete që ju pëlqejnë. Një shëtitje në natyrë ose një bisedë ngrohtë me një mik të besuar mund të bëjë mrekulli për humorin tuaj. Kujdesuni për veten dhe kultivoni energji pozitive. Zjabi, sot mund të ndiheni më energjik se zakonisht dhe kjo do t'ju ndihmojë në marrëdhëniet tuaja me të tjerët. Në punë mund të hasni një sfidë të vogël, por përqendrimi dhe përkushtimi do t'ju ndihmojnë ta kaloni me sukses. Financat mund të kërkojnë më shumë vëmendje, prandaj është mirë të planifikoni shpenzimet me kujdes. Në dashuri, një bisedë e hapur me partnerin mund të sjellë qartësi dhe mirëkuptim më të madh. Nëse jeni beqar, një takim i papritur mund t'ju ngrejë humorin. Kujdesuni për veten dhe mos e lini stresin të ndikojë në gjendjen tuaj emocionale. Meditimi ose një shëtitje në natyrë mund t'ju ndihmojë të ndiheni më të qetë dhe të rifitoni ekuilibrin e brendshëm. Ujori, sot do të keni mundësinë të shijoni momente të rëndësishme në marrëdhëniet tuaja romantike. Një bisedë e sinqertë me partnerin mund të zgjidhë keqkuptimet e mëparshme. Në punë është dita e duhur për të treguar aftësitë tuaja dhe për të bërë një hap përpara në projektet që keni nisur. Financat tuaja mund të përmirësohen nëse bëni zgjedhje të mençura dhe shmangni shpenzimet e panevojshme. Gjendja emocionale do të jetë e qëndrueshme dhe do të ndiheni të motivuar për të arritur qëllimet tuaja. Merrni pak kohë për veten dhe mendoni për atë që vërtet dëshironi. Kujdesuni për shëndetin tuaj duke bërë një shëtitje të shkurtër ose duke medituar për disa minuta. Peshqit, më 8 prill 2026 do të ndiheni të frymëzuar në aspektin e dashurisë. Është momenti i duhur për të shprehur ndjenjat tuaja me sinqeritet. Në punë, sfidat do të kërkojnë përqendrim të plotë. Mos i nënvlerësoni detajet e vogla, pasi ato mund të bëjnë diferencën. Financat tuaja do të jenë në një fazë të qëndrueshme, por është koha të mendoni për kursime afatgjata. Nëse keni plane për investime, bëni një hulumtim të mirëfillt. Gjendja emocionale mund të jetë paksa e lëkundur, por meditimi ose një shëtitje në natyrë mund të sjellin qetësi. Është e rëndësishme të kujdeseni për veten dhe të mos lejoni që stresi i përditshëm të ndikojë në mirëqenien tuaj. Kujdesuni për shëndetin dhe mos e neglizhoni pushimin.